Lorena Arapi emërohet në krye të Spitalit Rajonal të Vlorës. Urdhri i emërimit është firmosur nga Ministria e Shëndetësisë Evis Sala. Arapi do të zëvendësojë në këtë detyrë Juliana Çunin, e cila qëndroi e komanduar për një periudhë 3 mujore, teksa e mori detyrën pas dorëheqjes së Brunilda Mersinit, e cila mori mandatin e deputetit. Në shkresën që kam bërritur në Vlorë tashmë, e që bën fjalë për caktimin si drejtuese e Spitalit Rajonal të Vlorës të Lorena Arapit, theksohet se Lorena Arapi emërohet drejtuese e Spitalit Rajonal të Vlorës deri në përfundimin e procedurave, duke u cilësuar si një emërim i përkohshëm. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë më tej, por si opsion është mundësia edhe e qëndrimit të Arapajt në këtë detyrë, duke marrë edhe një emërim të plot. Megjithatë, gjithçka do të shihohet në vijim. Emri Lorena Arapajt nuk është i panjohur për opinionin publik. Prej një kohe të gjatë ajo ka mbajtur detyrën e shefes së urgjencës pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, duke e përballuar edhe një fluks të lartë të vizitave, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Arapi ka qenë e pranishme shpeshherë edhe në ekranin e televizionit 6+ Vlora me këshillat për shëndetin e popullatës. Ne kemi një sistem të mirë koordinuar me urgjencën e 127-ës dhe sa po raportohet një rast i tillë, raportohet direkt në grupin që kemi dhe bëhet gati ekipi i sallës, i reanimatorëve dhe i mjekëve kirurg. Ne gjithmonë sugjerojmë që të evitohen orët e ekspozimit nga ora 12 deri në orën 16 dhe të ketë një hidratim maksimal me likide, dhe normalisht të konsumohen ushqime të stinës, fruta, perime. Shkresa ka mbërritur këtë të martë në Vlorë dhe me firmën e Ministres së Shëndetësisë Evis Sala, Lorena Arapi emërohet në krye të Spitalit Rajonal të Vlorës. Arapi, që vjen pas një eksperiencë disa vjeçare jashtë vendit dhe me një eksperiencë relativisht të gjatë si shefe e urgjencës, është një njohëse e mirë e sistemit shëndetësor në Vlorë.